Federata Shqiptare e Futbollit i ka dërguar një letër zyrtare Federatës Serbe të Futbollit, duke shprehur shqetësimin e saj të thellë në lidhje me incidentin e ndodhur më 6 prill në Bosilegrad, gjatë ndeshjes së kampionatit në Ligën e 5 së Serbisë midis KF Tërnocit dhe Mladostit, sipas pamjeve të publikuara në media dhe komunikatës së vetë klubit të Tërnocit. Në përfundim të ndeshjes, forcat të policisë serbe janë futur në fushën e lojës, ku kanë ushtruar dhunë fizike ndaj futbollistit Veton Zehiri, ndërsa ndaj pjesëtarëve të tjerë të ekipit janë përdorur fyerje dhe kërcënime. Më pas policia ka pasisur dhomat e zhveshjes, duke kontrolluar edhe senet personale të lojtarëve. Në letrën drejtuar Federatës Serbe të Futbollit, FSHF thekson se ky incident ngre pikpyetje mbi kushtet në të cilat ekipet dhe lojtarët marrin pjesë në veprimtaritë futbollistike dhe se situata të tilla mund të ndikojnë edhe në frymën e lojës së ndershme dhe respektit të ndërsjellët. Dajmë shqetësimin ton në lidhje me incidentin e ndodhur së fundmi me ekipin e KF Tërnoci, gjatë ndeshjes së zhvilluar më 6 prill në Luginën e Preshevës. Sipas disa raportimeve mediatike dhe pamje filmike, në përfundim të ndeshjes, forcat e policisë kanë hyrë në fushë, kanë ushtruar forcë fizike ndaj të paktën një lojtari, Veton Zehirit, dhe më pas kanë kryer kontrolle në dhomën e zhveshjes së ekipit, duke kontrolluar edhe senet personale të lojtarëve. Ky incident ka shkaktuar shqetësim dhe ngre pikpyetje serioze mbi kushtet në të cilat ekipet dhe lojtarët marrin pjesë në një veprimtari futbollistike. Situata të tilla jo vetëm që rrezikojnë mirëqenien e të përfshirëve, por mund të ndikojnë edhe në frymën e lojës, sidomos në kuadër të përgatitjeve tona të përbashkëta për Europianin e U21 vjeçarëve, në të cilën Shqipëria dhe Serbia do ta mirëpresin këtë turne. Thuhet në letrën e FSHF-s që njëkohësisht kërkon që të sqarohen faktet dhe të merren hapat e duhur që të gjithë lojtarët dhe ekipet të trajtohen me drejtësi dhe dinjitet. Gjithashtu në njoftim, thuhet se Federata Shqiptare e Futbollit do të ndjekë me vëmendje zhvillimet në vijim dhe mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të gjithë aktorëve të futbollit shqiptar brenda dhe jashtë kufive të vendit.